Por nga ana tjetër Shqipëria është vend i varfër. Pse është vend i varfër Shqipëria? Pse? Kur ka të gjitha këto, ka pasurinë, dalin detin, fushën, malin, kodrën, natyrën, ka historinë, antikitetin që Zvicra sa ka. Çështje menaxhimi dhe mos vizioni për politika zhvilluese. Pikërisht. Kjo është përfundimi. Prandaj ne jemi të varfër se jemi të hapur nga politika. Unë mendoj që kur këto i diskutojmë njërin te këto, nuk i kanë të qarta apo nuk duan t'i bëjnë apo është ignoranca e madhe, nuk e kuptoj. Zotri, unë dëgjoja para se të vija këtu, se nuk e ndoqja mbrëm në televizion, Sali Berishën te Opinioni. E dëgjojnë kufje tani që erdha këtu. 10 herë pyeti Fevziu dhe i tha: "Ore, ndonjë gabim juve keni?" I tha, "Ke parë ndonjëherë të vetja ndonjë gabim?" Se unë kur bëj emisionin dhe smecën mirë gjë e parë që bëj tha, mbledh stafin dhe shikoj ku ka gabimin. E vërtet. Tani ju keni parë ndonjëherë, keni gjetur ndonjë gabim te vetja? Ai vetëm te vetja nuk gjende asnjë gabim dhe gabimet i gjende tek të tjerë, domethënë. Tek Edi Rama, tek shqiptarët që votojnë keq, tek që nuk e kuptojnë këtë liderin e madh e tjerë. Landipomia ky njeri e kupton që kjo lloj mënyre. Çfarë thua ti? Kjo lloj mënyre, kjo lloj retorike që ka ai. A e kupton ai dhe ato që janë rreth që po e bjerrin për ditë më shumë atë parti dhe po bëjnë që edhe njerëzit sinqerisht po them Ladi kanë neveri. Po neveri u treguan në vot. Se tani se kjo ishte, unë mendoj që kjo ishte një vot, domethënë mandati 4, sado është ishte një vot edhe kundër Sali Berishës. Patjetër, shiko, ai pretendon duhet ishte vice versa. Tani ka kthyer dhe thotë që unë thotë nuk njoh votën e diasporës. Tani i kam këtu rezultatet, i kanë nxjerr Elza Loshnja. E kam thënë shumë kohë përpara, vota e diasporës është njësoj të ndahet njësoj si vota në Shqipëri e ndarje. Se kemi qenë bashkë në emision. Por problemi është që nuk prodhoi asgjë votë e diasporës. Nuk dha si mandat. Do të thënë ai dha mandate të brendshme nga një Gylameti kaloi te Xhashka, po votë të shtuar, mandate të shtuar nuk pati. Nuk prodhoi. Nuk prodhoi. Tani vim tek votë e diasporës. Te votë e diasporës Sali Berisha ka, do të thënë PD-ja, ka marr votat e vlefshme brenda Shqipërisë. Në 2025-ën Partia Socialiste ka marrë 734.000, Partia Demokratike ka marrë 482.000, minus 248.000 vota, 250.000 vota minus, pa votën e diasporës. Pa votën e diasporës. Shiko se çfarë katastrofe. Minus 248.000 në raport me 2021-shin, ku ka marrë 730.000 vota. Tani ka marrë 482 në raport me 730.000 vota që ka marrë si koalicion me LSI-n, tani me Partinë e Lirisë në 2021-shin. Se ka qenë në koalicion me LSI-n, do të thënë koalicion, do të thënë që votat e PD-s plus LSI bënin 730.000 vota. Diferenca me PS-n ka qenë minus 34.000 vota në atë kohë. Sot si koalicion ka qenë 34.000 vota. Jo. Diferenca PS-ja fitoi mbi koalicionin PD-LSI 34.000 vota më shumë. Po aty ajo PD-LSI ndahet vota se ka pas LSI-ja shumë vota. Po pra kishin 100.000 vota. PD-ja kishte 600.000 vota. Por them të gjithë si koalicion që do të bëjë qeverinë i duhet ka 250.000 vota më pak se në 2021-shin. Kupton se ku është? 250.000. Është në mënyrë katastrofale, domethënë shumë larg nga Partia Socialiste. Domethënë shikoj se 734 me 482 janë gati 300.000 vota.